Shejti i ditës 5 mars, Shën Gjoni i Kryqit, shenjti për vujtrisë, pendesës dhe dashurisë për Krishtin e kryqëzuar. Më 5 mars Kisha Katolike përkujton Shën Gjon Jozefin e Kryqit, apo San Giovanni della Croce, një franceskan i devotshëm italian, i njohur për jetën e tij të ashpër asketike, dashurinë e thellë për Krishtin e kryqëzuar dhe dhuratën e tij të jashtëzakonshme për udhëheqjen shpirtërore. Ai është mbrojtës i ishullit Ischia dhe një figurë e dashur për shumë besimtar anë Italisë dhe botës. Shën Gjoni Jozefi i Kryqit lindi më 15 gusht të vitit 1654, ditën e festës së Zojës së bekuar të ngritur në qiell, apo Zoja e Madhe, në ishullin e bukur të Iskias në detin Tiren, afër Napolit. Ai u pagëzua me emrin Carlo Gaetano Calosirto dhe lindi në një familje fisnike dhe të devotshme. Prindrit e tij, Don Giuseppe dhe Donna Laura Gargiulo, ishin të njohur për besimin e tyre të thellë dhe i edukuan fëmijët në frymën e dashurisë për Zotin dhe Kishën. Që në moshë të vogël, Carlo tregoi një shpirt të butë dhe një dashuri të madhe për lutjen dhe shenjtrinë. Ai studioi në një shkollë të drejtuar nga augustinianët dhe shquhej për devocionin e tij ndaj Krishtit të kryqëzuar. Kjo dashuri e thellë për Krishtin vuajtës e frymëzoi të praktikonte akte pendese që në moshë të re, duke përfshirë goditjen e vetes me kamxhik si shenjë të bashkimit me vuajtjet e shpëtimtarit. Në moshën 15 vjeçare, i nxitur nga thirrja e brendshme dhe dëshira për t'ju përkushtuar tërësisht Zotit, ai vendosi të hynte në radhët e franceskanëve të zbathur, një degë rrept e urdhrit të Shën Franceskut, e njohur për asketizmin e saj dhe theksin mbi pendesën dhe varfrinë. Ai hyri në manastirin Santa Lucia al Monte në Napoli dhe mori emrin rregulltar Gjoni Jozefi i Kryqit. Nën udhëheqjen e asketit të shquar At Josip Robles, Gjoni Jozef u formua në një jetë të thellë shpirtërore dhe pendese. Ai i përqafoi virtytet franceskane të varfrisë, përvujtrisë dhe dëgjesës, bindjes dhe një dashurie të thellë për Krishtin. Pas përfundimit të noviciatit dhe studimeve të nevojshme, ai u shugurua me shtar më 18 shtator të vitit 1677. Shpejt pas shugurimit, Gjoni Jozef filloi të shquhej për jetën e tij të shenjtë dhe për aftësinë e jashtëzakonshme për t'udhëhequr shpirtërisht të tjerët. Ai shërbeu për më shumë se 15 vjet si mësues i novicës dhe më pas si gvardian në disa manastire. Gjatë kësaj kohe, ai formoi shumë breza të rinjësh franceskan në frymën e shenjtrisë dhe përkushtimit ndaj Krishtit të kryqëzuar. Në vitin 1703, në një kapitull provincial të Grumo, ai u zgjodh provinciali i franceskanëve të zbathur në Napoli. Si udhëheqës shpirtëror dhe administrativ, ai hapi disa manastire të reja dhe u përpoq me pasion për të forcuar disiplinën rregulltare dhe shpirtërore në komunitetin e tij. Shën Gjoni Jozef i Kryqit është i njohur për jetën e tij të thellë mistike dhe për dhuratat karizmatike që Zoti i kishte dhënë. Ai ishte një njeri lutjeje të thellë dhe shpesh përjetonte ekstaza gjatë adhurimit të Eukaristisë ose lutjes së tij private. Besimtarët dhe bashkëvëllezërit e tij shpesh shikonin se si gjatë lutjes ai ngritej mbi tokë, levitacion, ose përjetonte ekstaza të thella shpirtërore. Ai zotronte gjithashtu dhuratën e profecisë dhe mundësinë për të parë gjendjen e shpirtit të njerëzve,
që i drejtoheshin për këshilla dhe rrëfim. Ishte një rrëfyes i jashtëzakonshëm dhe shumë njerëz, përfshirë disa shenjtor të tjerë, i kërkonin këshillat e tij shpirtërore. Ai kishte gjithashtu dhuratën e bilokacionit, pra të gjendjes së njëkohshme në dy vende të ndryshme, dhe kryente shumë mrekulli, përfshirë shërime të jashtëzakonshme dhe madje edhe ringjallje nga të vdekurit. Një nga mrekullitë më të famshme të tij ishte ringjallja e një të riu fiznik, markezit Januar Spada, i cili kishte ndruar jetë papritur. Me lutje të përzemërta dhe besim të fortë, gjoni i kryqit i u lut Zotit dhe i riu u kthye në jetë, duke shkaktuar një val të madh besimi në komunitetin vendas. Megjithse ishte i njohur dhe i kërkuar nga shumë njerëz, shëngjoni i kryqit gjithmonë mbetet i përulur dhe i thjeshtë. Ai e pa gjithmonë veten si një shërbëtor të Zotit dhe të kishës. Edhe në kohët e fundit të jetës së tij, kur shëndeti i filloi të dobësohej, ai vazhdoi të rrëfente, të udhëhiqte shpirtërisht dhe të lutej pa pushim. Ai ndroi jetë më 5 mars të vitit 1734 në manastirin Santa Lucia al Monte në Napoli, në paqe dhe i rrethuar nga vëllezërit e tij franceskan. Menjëherë pas vdekjes së tij, besimtarët filluan të luteshin për ndërmjetësimin e tij dhe shumë mrekulli u raportuan pranë varrit të tij. Shëngjoni i kryqit u shpalli lum nga Papa Piu i VI në vitin 1789 dhe u shpall shenjt nga Papa Gregori i XVI më 26 maj të vitit 1839, së bashku me 2 shenjtor të tjerë të njohur napolitan, Shën Franceskun de Geronimo dhe Shën Alfonsin e Liguorit. Sot ai nderohet si mbrojtës i ishullit Iskja dhe i shumë kishave dhe komuniteteve në Itali dhe mbar botën. Jeta e tij është një frymëzim për të gjithë ata që kërkojnë një marrëdhënie më të thellë me Zotin përmes pendesës, lutjes dhe përulësisë. Mesazhi i shëngjonit të kryqit për botën moderne. Në një botë që shpesh harron rëndësinë e përvojtrisë, lutjes dhe pendesës, shëngjoni i kryqit na kujton thellësinë e dashurisë së Zotit dhe nevojën për t'u bashkuar me Krishtin përmes sakrificës dhe përkushtimit. Ai na mëson se shenjtëria nuk është e arritshme vetëm për disa të zgjedhur, por është një thirrje për të gjithë ata që duan ta vendosin Zotin në qendër të jetës së tyre. Lutje drejtuar shëngjonit të kryqit. O shëngjoni i kryqit, ti që e deshe Krishtin e kryqëzuar me një dashuri të zjarrt dhe i shërbeve kishës me përvojtri dhe dashuri të pakufishme, ndërmjetëso për ne, na mëso të jetojmë me përkushtim ndaj Zotit, të ndjejmë dhimbjen e të vuajturve dhe të bëhemi instrumente të paqes dhe dashurisë në botën tonë. Ndihmoj ata që kërkojnë shërimin trupor dhe shpirtëror dhe frymëzoji të rinjt të zgjedhin rrugën e përkushtimit të plotë ndaj Krishtit. O mbrojtës i Iskjas dhe i të gjithë atyre që të thërrasin, ndërmjetëso për ne. Gëzuar ditën e shëngjonit Jozefit të kryqit, të gjithë atyre që mbajnë emrin John, Jozef apo variante të tyre. Shëngjoni i kryqit qoftë udhërrëfyesi dhe mbrojtësi juaj në rrugën e shenjtërisë dhe dashurisë për Zotin.